Është zhvilluar këtë të njëjtë mbledhje e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës, ndërsa është dashur më shumë se 30 minuta vetëm për endin e ditës. Edhe pse është tashmë miratuar krijimi i shoqërisë Vlora Invest, këshilltarët e opozitës vijojnë ta quajnë të paligjshëm, ndërkohë që me 30 vota pro dhe 11 kundër, rendi ditës arriti të miratohet për t'i lënë vend më pas diskutimit të 9 projekt vendimeve. Projekt vendimi për miratimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve, të administruara dhe të tarifuar nga Njësia e Vetëqeverisjes vendore, ndër çështjet më të debatuara në mbledhjen e sotme. Administrata referoi projekt vendimin për hapësirat e plazheve, zonat dhe sipërfaqet e plazheve, teksa flitet për 15.000 metër katror pa pagesë dhe 18.000 metër katror me tarifën 700 lekë. Miratimi i hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara dhe të tarifuara në Bashkinë Vlorë kaloi me VKB numër 60 dhe në harta që unë u paraqitëm nga administrata u paraqit edhe plazhi i Lungomares. Dhe sipërfaqe totale se si do të ndaheshin publike tarifuar me kontratë të menaxhuar janë përcaktuar në VKB numër 60 të miratuar me vendim këshilli. Po ta shikojmë, zonat blu janë zonat që janë me subjekte me kontrata 3, 4 dhe 5 vjeçare, zona jeshile është zona publike dhe zona gri që janë të ndara me parcela janë zonat publike të tarifuara nga Njësia e Vetëqeverisjes vendore. Për zonën publike është 15.471 metër katror, për publike të tarifuar 18.176 metër katror, për të menaxhuar është 1.208 metra katror, me kontrata 3, 4, 5 vjeçare është 9.428 metër katror. Kjo është sipërfaqja totale ndarë në parcela. Pra, e nderuar, 15.000 metra janë pa pagesë. 1.800 metra janë ato të cilat po mendohet të tarifohen me 700 lekë. Okej. 18.000, po këtë reja. 18.000. Okej, 15.000 metra pa pagesë, 18.000 metra me tarifën 700 lekë, e cila është me TVSH si vlerë, e nderuar zonja Beshani? Të lutem, merre fjalën dhe sqaroj nga ana ekonomike si kryetare e komisionit. Prandaj po e theksoj që zonat jeshile janë zonat publike, qytetari ka mundësi që të shkojë në plazhe publike pa pagesë. Ndërsa zonat gri janë zonat publike të tarifuara, të vendosur që ne pretendojmë të vendosim një çmim maksimal në të gjithë zonën e Lungomares. Pra edhe privati do të ketë një zonë të tarifuar me 7.000 lekë, nuk mund të kalojë në një nivel më të lartë se 7.000 lekë, sepse VKM-ja e re ka ndryshuar dhe specifikon që në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, Bashkia shkon me propozim për këtë zonë të caktuar dhe vendos një tarifë që ka menduar në rastin konkret 7.000 lekë për të gjithë zonën e Lungomares, si të tarifuar ashtu edhe për privati. Opozita ngriti shqetësimin për çmimet e larta që po përballen qytetarët dhe turistët. Këshilltarët Gjergj Nika, Atir Doxha, Geron Gumbardi dhe Klodian Gjyheri kanë kundërshtuar duke cilësuar situatën të papërballueshme për qytetarët. Kemi zbritje shpenzime totale të cilat janë ato që duan të alokojnë 6641471. Diferenca neto është 43 milion dhe ndahet 51% Bashkia dhe 49 privati. Kjo është me 700 lekë. Në koston 300 lekë. Kostua për çadër me një shezlon është 134 lekë dhe jo 438 lekë si e nxjerrin ata për 500 lekë. 27 milion të ardhurat, heqim TVSH-n, heqim shpenzime totale, diferenca neto del, diferenca tjetër del 14 milion që ndahet në 7 dhe 7. Tani e kemi për 1.800 çadra të cilat thoni në 18.000 metër katror do vendosim një çadër për 10 metër katror. Kostua për 1.800 çadra me 700 lekë del 182 lekë për çadër, kurse me 300 lekë del 101 lekë për çadër. Edhe me 300 lekë dalin kostot. Po të marrim 1.800 çadra me 300 lekë, fitimi është 32 milion dhe ndahet 16 dhe 16. Çdo lloj teorie tjetër që rrisni kostot e zëm do bëhet me privatin, do bëhet një joint venture që do ndahet fitimi, jo shpenzimi. Duhet ta kuptojmë mirë nga ana e kontabilitetit. 49% që është fitim që merr tjetri nuk futet në shpenzim. Në shpenzim futet kostot operative dhe TVSH-ja dhe të tjera dhe për TVSH-n, po e fush në shpenzim sepse TVSH-n do ta paguajë kompania e re në qoftë se e menaxhon Vlora Invest. Këtë çmim, këtë kosto edhe 300 lekë për çadër e mban kostua. Pse duhet të jetë 300 lekë dhe duhet të jetë e ulët? Sepse zotrin të nderuar, i gjithë plazhi i Lungomares është i kategorizuar D. 4 zonat e ndotura që tha dhe zoti Hoxha e kanë bërë kategorizuar në plazh të ndotur, të paktën deri në vitin 2023, 2024, 2025, nuk i di çka ka ndodhur me analizat e 2026. Keni një analizë kostos që edhe me 300 lekë e mbajnë kostot. Kemi këta operatorë që do të marrim
këto shezlonet edhe çadrat. Dhe do ndahet ai fitimi që tham, 5.49. Po si do përzidhen? Nëse ne nuk do na duhen çadrat e 5 operatorëve, po do na duhen të treve apo të 2 operatorëve. Si do bëhet një garë, ju thash edhe një herë, dhe nuk mora përgjigje. Është komplet e paqartë. Tarifimin e plazheve publike ose plazhet publike me pagesë. Është për të ardhur keq që shumë këshilltar socialist të Këshillit Bashkiak votuan një tarif më të ulët se sa ajo që ishte parashikuar nga administrata e bashkisë dhe sot, pra kjo është fakti që është për të ardhur keq, sot do të votojnë një projekt vendim i cili është 2.000 lekë më shumë se sa ai që votuan herën e shkuar. Unë kam qenë, jam dhe mbetemi pa lëkundur në qëndrimin tim, por mendoj edhe të kolegëve opozitar, që ky plazh duhet të jetë plazh publik pa pagesë. Tentativa për të futur edhe për të hedhur i syve qytetarëve që ne këtu tani ata që ishin operator që funksiononin nuk do jenë më, do ta marri bashkia do të japi ca shokëve dhe shoqeve të kryetares së bashkisë, të cilët do bëjnë miliona lekë apo qindra mijëra euro në sezonin turistik. Nuk ka arsye që qytetarët ta mbështesin dhe absolutisht dhe ne si këshilltar opozitar nuk kemi asnjë arsye pse ta mbështesim. As me 2.000 lekë, as me 3.000 lekë, as me 5.000 lekë, as me 7.000 lekë. Nëse kjo hapësirë është përfunduar kontrata me operatorët, të cilët i kanë pasur më përpara në dispozicion, dhe sot është publike, të mbetet publike. Qytetarët të shkojnë në gjithë botën, jam shumë i bindur edhe thash edhe herën e shkuar që gjithë ne këtu kemi parë plazhe publike, nuk kemi parë në botë që çdo centimetër i plazhit është i zënë me shezlon, edhe me çadra. Ka kilometra të tëra plazhe publike, në cilin shkojnë njerëzit me peshqira dhe me çadër me vete, masa s'do dhe çadër fare. Po është e drejtë e qytetarit. Janë qytetarët të cilët paguajnë taksa dhe tarifa bashkisë Vlorë, e cila ka për detyrim ta mirëmbajë këtë plazh, sepse këtu po shitet që ne do të vendosim këtë tarifën, se bashkia ka disa kosto që ta mirëmbajë këtë plazhin. Në përfundim, me 27 vota pro, 12 kundër dhe asnjë abstenim, projekt vendimi për miratimin e tarifës së ofrimit të shërbimit për zonën e plazheve të administruar dhe të tarifuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore është kthyer në vendim.